Kjo natë në sheshin Nën Tereza në kryeqytet për të rinjtë e ardhur nga Shkodra dhe jo vetëm, do të jetë e veçantë dhe do të mbahet mend gjatë. Me këngë valle ata kanë menduar t'i kalojnë orët e pritjes deri mëngjesin e së dielës, për të parë nga afër dhe marrë mesazhin e Papa Franceskut. Për ta, ardhja e Atit të Shenjtë në tokën shqiptare i bën të ndihen krenar. Unë mendoj që një natë kemi mundësi për të qëndruar e për të pritur Papën, sepse ai sigurisht vjen lodhet për të ardhur këtu e për të na takuar, pse nuk lodhemi edhe ne një fije për një çik për të dëgjuar fjalën e tij. Të mendimin e Zotit do të qëndrojmë këtu e do ta presim Papën këtu. Kena zgjedh me ardhur një natë më përpara sepse kena dëshirë me prit me më emocion, me lutje, me këngë, me gëzim. Ne në këtu duke prit Papën me gëzim edhe në lutje, që t'jenë një bekim për çdo njeri dhe për çdo shqiptar që është brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Por natën në shesh e kanë kaluar edhe të rinjtë e ardhur nga Kosova. Papa për ta do të sjellë mbarësi për të gjithë shqiptarët kudo ndodhen. Është një emocion i veçantë, sepse edhe një prift vjen nga Stublla që është figurat aty të vendosur Don Anton Muzaj. Mendoj se vizita deri me tani është vizita më e vlefshme që vjen një pop i shenjtë që e viziton këtë vend dhe shpresoj se tash të tutje do të hecë puna më mbar. Kjo natë është e lumtur për gjithë shqiptarët, anë e mon kontën, në veçanërisht për Shqipërinë e martirizuar gjatë gjithë shekujve për kom dhe atë dhej. Kjo vizitë historike e motivuar në emër të bashkëjetesës fetare, duket se është kurorzuar pikërisht kështu, me një shesh të mbushur nga besimtarët të gjitha besimeve.